अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। देखिए आज मैं अल्बानिया में हूँ। आज यहाँ पे ईद की नमाज 6:30 बजे के टाइम पे हो गई है। देख सकते हैं आप लोग ये स्कैंडर बर्ज है। देख सकते हैं आप लोग ये स्कैंडर बर्ज में हम लोग नमाज अदा किए हैं ईद उल फित्र की। सुबह 6:30 बज रहे थे। देख सकते हैं कितनी पब्लिक है यहाँ पे माशाल्लाह। देखिए यहाँ पे ईद की नमाज किस तरह से अदा की जाती है। ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال Mirë dhe tani kam kënaqësinë dhe nderin të ftoj kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Spahiu, për fjalën e tij përshëndetëse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja, mëshira, begatia e krijuesit e tij dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi gjithë ne që jemi sot këtu dhe gjithë njerëzit anë mban botës. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, në këtë mëngjes të bekuar të Fitr Bajramit, zemrat tona janë të mbushura me falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut të Madhëruar, i cili na dha mundësinë të përjetojmë edhe një herë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të arrijmë të ditë gëzimi e bekimit. Pas ditëve të agjerimit, netëve të lutjes dhe përpjekjes për ta përmirësuar veten tonë, sot qëndrojmë para Zotit me drejt pastrimit të shpirtit, drejt forcimit të lidhjes sonë me Krijuesin e gjithësisë. Gjatë këtij muaji ne u përpoqëm të kontrollojmë veten tonë, të ruajmë gjuhën nga fjala e keqe, zemrën nga urrëtia dhe veprat nga padrejtësia.
I dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi të, na ka mësuar se agjerimi nuk është vetëm largim nga ushqimi dhe pija, por ai na mësoi se uria dhe etja nuk janë vetëm një provë fizike, por një kujtesë e fortë për të ndjerë dhimbjen e atyre që jetojnë çdo ditë në vështirësi. Ramazani na mësoi se zemra e besimtarit bëhet më e fortë kur ndan me të tjerët, kur fal dhe kur shtrin dorën për të ndihmuar atë që ka nevojë. Fitr Bajrami është dita kur gëzimi takohet me mirë dhe përgjegjësia ndaj të dobtit. Të dashur vëllezër dhe motra, sot, ndërsa ne festojmë këtë ditë të bekuar, nuk mund të mos mendojmë për botën rreth nesh. Në shumë vende të globit, në linjën e mesme, njerëzit e presin Bajramin në rrethana të vështira, konflikti dhe lufte. Konfliktet, luftrat dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes. Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që vuajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin me ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falenderimet I takon Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet, selamet, përshëndetet qofshim I të dërguarin e tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët të cilët e ndoqën dhe e ndjekin rrugën e tij. Të nderuar besimtar, nuk ka ditë më të bukur se sa kjo. Nuk ka ditë më me rëndësi për besimtarin I cili tashmë I pranishëm jo vetëm në këtë shesh I cili zbukurohet nga prania e gjithë secilit për jush këtu, por kudo ku kremtohet, festohet dhe ku është falje, fundi I të cilit është fitimi I kënaqësisë së Zotit, e cila është edhe synimi kryesor I jetës së besimtarit. Të nderuar të pranishëm, ne jemi të vendosur se pavarësisht situatave, pavarësisht zërave të qier, jemi të vendosur për të përçuar Kulmi I kësaj dite të bekuar, ju ftojmë të gjithëve të bëhemi gati për të kryer këtë obligim me përkushtim, qetësi dhe dinjitet. Në përfundim lutim Allahun e lartësuar që të na pranojë agjërimin, lutjet dhe veprat tona të mira, të na fal gabimet dhe të na bëjë ndër ata që dalin nga ky muaj të pastruar dhe të mëshiruar. Allahu na I pranoft veprat dhe na e bëft të festë të begatë për të gjithë. Gëzuar edhe një herë Fitr Bajrami. Ty ju falem, të lutemi na mundso pranimin dhe kënaqësinë tënde. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa Allah, Allahu Ekber, walillahil hamd. Të dashur të vëllezër dhe motra, ne kaluam Ramazanin, agjerimin, u lutëm dhe u përpoqëm me përkushtimin maksimal, por sot secili prej nesh duhet pyes veten e tij, a vërtet na transformoi për mirë Ramazani apo jo? Nëse zemrat tona janë ende të ngurta, nëse gjuhët tona ende vazhdojnë të lëndojnë të tjerët, nëse ende nuk dim të falim dhe të tolerojmë, atëherë çfarë bëri Ramazani me ne? Jo nesër, as më vonë, por sot, nëse ke dikë të cilit nuk I flet, afroje për hatër të Zotit. Nëse ke dikë që e ke lënduar, kërkoj falje për hatër të Zotit. Nëse ke dikush që të ka lënduar, fale për hatër të Zotit. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Sepse më I forti është ai I cili fal edhe toleron dhe nuk hakmerret për hatër të Zotit. Dhe mos harroni kur standardin që arritëm në Ramazan, vazhdojeni edhe gjatë vazhdimit të muajve tjerë,
sepse Zoti ynë nuk është Zoti i Ramazanit, por Zoti i të gjithë jetës dhe i të gjithë vitit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ky bajram na gjen me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme ne shqiptarëve, me përulje ndaj Zotit Xhelle Xhelaluhu, gjë cilën e pam edhe prekëm edhe gjatë gjithë muajit Ramazanit. Kjo është një shpresë e madhe që ky vend dhe ky popull ka plot mirësi dhe perspektivë, dhe se ky vend do të bëhet me lejen e Allahut Xhelle Shanuhu edhe më mirë se ç'është. O Zoti ynë, ty të lutemi, bekoj i vendin ton, bekoj të gjithë shqiptarët, nga zemra gëzuar bajramin. Zoti e bëv bajram dhe fes çdo ditë jetës tuaj. Zoti ju nderoft. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. देखिए सभी लोग अभी नमाज पढ़ के निकल चुके हैं। सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर मिलने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए बाजू में बहुत पुरानी मस्जिद है ये। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैरियत भाई? खैरियत है, कैसे हो? गाड़ी ले लेके आ गए अंदर है, बेचारों को चलने नहीं आता ऐसा है। माशाल्लाह वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर तक आके चीचा, देख सकते हैं आप।